Të gjitha falënderimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut Zotit gjithësisë. Atë e adhurojmë, atë e falenderojmë, ati i shtrehit dora për ndihmë, ati i përkulen gjithë krijesën. Ne dëshmojmë se Allahu është i vetëm dhe i pashok në adhurim, në krijim, në sundim dhe në gjithçka. Ati i takojnë ta falenderojmë, i cili na drejtoi, na udhëzoi, na begatoi, na mëshiroi, na mbrojti. Dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë të dashur besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju të dashur besimtarë dhe ju besimtare. Allahun e falenderojmë për gjithçka. Ajeti që zgjodhëm për xumën e sotshme ka të bëjë me një apo me disa persona. Por inshallah e keni rrezik prej Zotit xhelel xhelaluhu me përfitu prej këtij ajeti apo me vepru sikur urdhron Allahu xhelel xhelaluhu në këtë ajet të madhërueshëm të Kuranit. Vel kadhimin al gaid. Të devotshëm janë ata të cilët përmbahen nga zemrimi, nga inati, e gëlltisin inatin, e mqefin inatin, rezervohen, kujdesen shumë, dhe u afalin njerëzve edhe kur kanë mundësi të hakmerrën, apo edhe kur ju takon haku i vetë. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot: "Ja Rasulullah, më këshilla për ndonjë gjë. Më jep një këshill që do të më bëjë dobi." Ai i tha: "Mos u nxej, mbaje veten." Kalojnë 2 minuta dhe i kthehet prapë. "Ja Rasulullah", i thot, "më këshilla diçka." Ai i thot: "Mos u nxej." Dhe kur e pyet për streti, i dha përsëri të njëjtën këshill, tha: "Mos u nxej, mos u zemro." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkatërt i tha: "A do që ta fitosh xhenetin?" Tha: "Përmbahu nga zemrimi. Mos u zemro. Përmbaja zemrimin. Nëse do të fitosh xhenetin." Me të vërtetë, o vëllezër, besimtarë dhe jo besimtare, kjo ndjenja e zemrimit ndodh tek njerëzit. Në fakt ndodh edhe tek kafshët, por me një mënyrë tjetër. Por tek njerëzit është akoma më rrezikshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Në momentin që njeriu është i nxehur, i zemruar, shejtani i mallkuar tha lëviz në për trupin e tij, në për damarët e gjakut të tij. Edhe e çon tha njeriu ka të doj. Pra me thon pak më shqip, ja ka marrë të kapisrën dhe tërheq ka të doj shejtani i mallkuar në momentin që është i nxehur." Keni vore e besoj? Syt ziza, frëhet gjakun fytyr, skuqet, edhe flet për çfarë. Një herë që Zoti më mëshiroft, rreth kësaj çështje ka thonë një fjalë të bukur, tha: "Kur ke drejt, tha, mos u mërzit. Po nëse s'ke drejt, prap mos u mërzit. Se s'është e drejta jote, mos u mërzit." Dhe është një ndjenjë shumë e rrezikshme kjo. Ne kemi 2 lloj kundërshtarësh. Njëri lloj është që dihet botërisht që është shejtani i mallkuar. Po ka dhe njerëz të cilët janë stërvit prej të mallkuamit, si të me t'i shkatërru nervat, si të me të nxenë, me fjalë prekse, me gjeste, me dur, me të prekat e shpinë, apo avllin, apo pemën, e tjera sende që nuk nëmrohen nga
që mund t'i keni me mirë raste. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një njeri i cili është përmbajtur nga zemrimi dhe edhe drejtën e vetë nuk e ka kërku, domethënë është tregu i butë, në ditën e gjykimit do të nxirret para gjithë njerëzve. Dhe do t'i thotë Allahu xhelle xhelaluhu, merr cilën dush nga hyrit të xhenetit. Se ti je nga ato të devotshmit që u përmbajte, nuk u nxeve, durove, e gëlltite, edhe Allahu xhelle xhelaluhu po të shpërblen në ditën e gjykimit. Pra pikërisht këtij personi do të thotë i cili është përmbajtur. Pse është shumë e rrezikshme.